Po shqetësimi i parë numër 1 i infarktit është dhimbja. Dhimbja e gjoksit. Po jo dhimbja e gjoksit këtej anash, po dhimbja e gjoksit në drast në krahërojit. Dhe sidomos kjo dhimbje kur shfaqet në sforcimet fizike. Atëre kur nuk arrit dot që koronaret e ngushtuara të furnizojnë muskulin e zemrës me gjak. Atëre kjo uri për oksigjen bën që të shfaqet dhimbja. Dhe dhimbja këtu në drast krahërojit, kur është e fazës së parë që quhet angina pectoris, ajo stenokardia ose para infarkti, ajo dhimbje shfaqet aty dhe zgjat disa minuta. Kur ndërpritet sforcimi fizik, ndërpritet dhe ajo, por në rast se ndodh infarkti miokardit, kjo dhimbje është zgjatur me orë. Dhe kjo dhimbje nuk lokalizohet vetëm këtu në drast në krahërojit, po lokalizohet përhapet dhe në krah, sidomos në krahun e majt dhe në pjesën e poshtme të nofullës poshtme.